Kjo iniciativë ka filluar rreth 2 muaj më herët për të shënuar muajin roz. Iniciativë e cila ka pasur për qëllim që të mbledhë fonde me qëllim që të adresojmë çështjen e kancerit të gjirit apo të karcinomës së gjirit. Një iniciativë kjo që ka filluar pikërisht nga vullneti i mirë nga ana e IP Petrolli, e cila është qasur para rreth 2 muajsh Fondacionit Jahjaga. Pastaj në bashkëpunim edhe me Jeta Vite me zonën Afie, neve kemi marrë të gjitha masat e nevojshme së bashku me ekipin e Fondacionit Jahjaga dhe janë mbledhur rreth 20.000 euro në qoftë se zgaboj, dhe këto fonde do të shkojnë direkt tek fondacione apo organizata Jeta Vita, që do t'i dedikohet të gjithë atyre të prekurave dhe të prekurve me kancerin e gjirit, por jo vetëm, dhe dua të thënësoj që kjo traditë do të vazhdoj edhe viteve me radhë, sepse kjo marrëveshje që unë nënshkrua sot nuk është vetëm marrëveshje për këto fonde që janë mbledhur për këto 1 muaj e gjysmë. Ne do të shohim dhe të konsultohemi edhe me qendrat e mjekësisë familjare se ku mund të dedikohen këto fonde. Kjo iniciativë në fakt nuk është e vetmja që e kemi filluar, është një ndër iniciativat, por për këtë vit mendoj që lirisht mund të themi është një prej iniciativave më domethënëse dhe me kuptim plotë. Siç e thënë edhe presidenti, kjo nuk do të jetë vetëm një kampanjë që do të bëhet vetëm këtë vit. Plani është të kemi një kampanjë që do bëhet çdo vit në masa më të mëdha. Dhe çka mund të them lirisht është që kjo kampanjë ka një domethënie jashtëzakonisht madhe për ne si kompani, por edhe si shoqëri. Por më e mirë është që përgjatë këtij aktiviteti një mujor, reagimi që kemi marrë nga klientët ka qenë jashtëzakonshëm dhe shumë pozitiv. Dhe ka pas një shtrirje jashtëzakonisht të mirë që në këtë mënyrë ju përveç donacionit të ndihmës që ja u bëni pacientëve, ju me çdo litër të naftës atë benzinit e informoni klientin që po bani për këtë kategori të njerëzve. Si vjet edhe viteve të kalume, gjithnjë më shumë kompani, shkolla, kolegje, madje edhe shkolla fillore e Qerdhe e bojnë një manifestim solidariteti me këtë kategori të grave të atakuara nga kanceri i gjirit. Ne mendum që me donacionin spari të ndikojmë në diagnostikimin e hershëm, të ndikojmë në blerje të aparaturës së nevojshme për diagnostikim